Si të bëjmë turshit e dimrit, thjesht dhe për 5 minuta. Më ndiqni në vazhdim. Përshëndetje miq. Do t'ju them sot një metodë se si të bëni për dimër, pra si të ruani turshit. Unë do të bëj lakër të bardhë, karrot, domate, pra do t'i fus të gjitha në një vend, por mund t'i bëni edhe veç e veç. Unë fakt i kam bërë paraprakisht, por këtë po e bëj sa për t'ju treguar ju mënyrën se si i bëj unë turshit. Atëherë marrim lakër të bardhë, nuk po i them me masa sepse dini ju se sa do të bëni. Pra lakrën e bardhë do ta lajm paraprakisht dhe do ta presim në fije. Pastaj karrot, domate duhet të jenë jeshile, pra jo të pjekura. Gjithashtu duhet krip e trash e zezë, edhe e bardha bën, po e zeza është më e mirë. Hudhra, gjethe dafin dhe kokra piperi. Të gjitha këto unë i fus në një vazo dhe i shtoj kripën e trash, i shtoj piperin, hudhrën dhe gjethen e dafinës, pak ujë, u thullmolle, të cilën unë e kam bërë vetë, por i shti edhe pak nga ky acidi që është enkas për turshit. I fus të gjitha në një vazo apo në një shishe qelqi dhe i le aty për gati 2 javë derisa të shikoj që ato janë bërë. Unë në fakt i kam bërë paraprakisht, sikurse dhe ju thash, kam bërë një që e kam përzirë me të gjitha, kam bërë një vetëm me domate, dhe gjithashtu ky tasi që si duket edhe nga ngjyra ka kohë që është bërë, pra ato tani më janë bërë, ka kastravec, domate dhe lakur turshi. Kaq e thjesht është për të bërë turshit e dimrit. Shpresoj që do t'i bëni dhe shpresoj t'ju dalin të mira. Për 5 minuta i keni gati.